Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Më 28 nëntor të vitit 1912, 40 burra hodhën firmën e rënd në atë që u quhet Proklamata e Pavarësisë dhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Mes këtyre 40 burrave, njëri quhej Xhelal Bej Koprënska, ishte nga Skarpari dhe ju zgjodh një nga 18 senatorët e atij kuvendit të Vlorës. Ishte një nga 83 delegatët dhe ishte pra një nga 40 firmtarët. Kjo është proklamata e pavarësisë. Nëse e shikoni në cep në anën e djathtë, pothuajse në mes të fletës së proklamatës së pavarësisë, është një firmë e shkruar Xhelal Ko. Pra, Xhelal Koprënska ka firmosur me inicialet Xhelal Ko. Kjo është pjesa origjinale e proklamatës së pavarësisë. Por ajo që ndodhi mbas instalimit të regjimit komunist në vitin 1944 dhe deri në vitin 1990, ndodhi çudia. Ajo firmë u bllokua, u fshi, u zhduk nga historiografia shqiptare dhe më ndihmon regjia. Ja, kjo është proklamata e përdorur zyrtarisht gjatë regjimit komunist. Dhe me foton që kemi që ju vendos mbi të, u mbulua, pra u zhduk firma e Xhelal Koprënskës. Por kush ishte Xhelal Koprënska që arriti të firmos, të bëj aktin më sublim, më të rëndësishëm në historinë dhe karrierë, jo vetëm të vetëm, por edhe në historinë e Shqipërisë. Ai pati një fat të trisht se edhe pse Ismail Qemali e vlerësoi dhe e caktoi një nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt si zëvendës ministër të luftës dhe ishte ai që drejtoi luftimet në jug të vendit, kryesisht në zonën e Skraparit, të Korçës, të Përmetit. Ai u vra 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë dhe hedhjes së asaj firme të rënd. Pësoi të jetë infat edhe vetë Ismail Qemali, por këtë akt ose këtë po themi sublimitet të jetës, Ismail Qemali e ka shpjeguar vetë ose e ka parandjerë më sakt në atë fjalimin e tij të famshëm kur tha nuk po u lëm fëmijëve pasuri, po u lëm amanet një atdhe dhe një shtet. Dhe një nga këta që mbeti viktim ishte dhe Xhelal Bej Koprënska. Habia është jo vetëm zhdukja e emrit të tij dhe firmës së tij në proklamatën e pavarësisë, por familja e tij pësoi një përsekutim në kufit ekstrem. Ata u shpërngulën, u larguan nga Skrapari dhe gjithë pjesëtarët e familjes u burgosën, u përndoqën. Kulmi ishte një prej nipërve të tij, Xhelal Koprënska, pra që mori emrin e gjyshit, i cili u pushkatua në vitet 70 si armik i popullit dhe i regjimit komunist. Për gjitha këto, kemi shumë pak të dhëna, nuk ka dokumentacion, nuk ka rrëfime, nuk ka intervista. Unë kam kënaqësinë sot, e quaj madje dhe privilegj, që për herë të parë për figurën e Xhelal Bej Koprënskës, firmtarit të pavarësisë, flet i nipi i tij, djali i djalit, Abdul Bej Koprënska, i ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku jeton atje për afër 35 vjet, pra 35 vjet, në vitin 1991 është larguar dhe pra më shumë se 34 e gjysmë vjet jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kam kënaqësi ka ardhur pothuajse engas në studion e emisionit Dekalog këtu në Dritare TV për të rrëfyer historinë e gjyshit të tij Xhelal Bej Koprënska. Zoti Abdul Koprënska, faleminderit që pranuat që të jepni një intervistë të parë në jetën tuaj për Xhelal Bej Koprënska. Ju falenderoj ju përpara se kjo ishte iniciativa juaj. Sigurisht ne biseduam bashkë, por ju ishit edhe për më tepër Eralda Baze, e cila i dha shkëndi gjyshit tim dhe ju në për libra dhe shkrimet që keni bërë përpara disa vjetëve, duke ma përmendur gjyshin në të cilin ishte mbuluar nga historia me baltë. Dhe kjo është një fat i madh që ne kemi një mundësi për të ripërtrirë figurën e një patriotit i cili nuk kurseu jetën e vet për kombin, për Shqipërinë. Unë nuk kam bërë asnjë gjë, ajo është mikroskopike përballë asaj figure të jashtëzakonshme, të ndritur, të kombit shqiptar dhe sigurisht edhe të asaj krajine, nga ne kemi origjinën në të dy, por që rastësisht jemi sot këtu. Unë si gazetar dhe ti si nipi Xhelal Bej Koprënskës. E para njerë, kush jeni ju për gjithë ata që na ndjekin, kush jeni ju dhe lidhja juaj me Xhelal Bej Koprënskën?
Xhelal Bej Koprensa është gjyshim, unë jam djali doktor Ali Koprensës. Do të thënë, ju jeni Abdyl Koprenska, djali i Doktor Ali Koprenskës, doktorit, djalit të Xhelal Bej Koprenskës. Djali Xhelal Bej Ali Koprenska, babai juaj, nuk ka lidhje me Ali Koprenskën deputeti. Jo, është tjetër. Kemi farë kushëri lekut, por babai im në atë kohë, kur ka qenë deputet, ka qenë 8 vjeç. Edhe s'ka lidhje. Po, kur Ali Koprenska, deputeti i parlamentit parë, në 1921-shin, do thënë, nuk kishte, babi yt ishte? 8 vjeç. 8 vjeç, do thënë, s'ka lidhje. Kemi 2 Ali Koprenska. Ali Koprenska, babai i Abdyl Koprenskës dhe djali i Xhelal Bej Koprenskës, firmtarit parësisë, dhe Ali Koprenska i kushëriri i largët i familjes së Xhelal Bej Koprenskës, që ishte deputet në parlamentin e parë në 1921, dhe ai për fat keq edhe ata e vranë në Korçë pas disa vitesh. Tani, më tregoni pak, kush është familja juaj? Kush jeni ju personalisht dhe kush është familja juaj? Unë kam lindur në Rom me 16 mars 43-shin. Në Rom? Po. Babai im ishte mjek në atë kohë. Babai juaj Ali Koprenska. Po, babai im Ali Koprenska ishte mjek në atë kohë. Dhe u detyruam nga bombardimet anglo-amerikane me gjithë kundërshtimin e nënës time, erdhëm në Tiranë dhe qëndruam në shtëpinë në rrugë e Fortuzit, aty ku e ka shtëpinë Alex Buda. Në atë shtëpi kemi qëndruar. Po babai juaj Ali Koprenska ku ka lindur? Babai im Ali Koprenska ka lindur në Koprensk. Në Koprensk Skraparit? Po. Atje në mal fare, atje? Po. Atje ku ka lindur dhe Xhelal Beu? Ka lindur Dali Beu, ka lindur Xhelal Beu. Tani, e marim nga Xhelal Bej Koprenska. Xhelal Bej Koprenska, kë kishte prindër? Dali Bej Koprenska, i cili kishte një seri të madhe pronash. Dhe ema? Deko Koprenska. Tani, ata sa fëmijë ishin Xhelal Beu? Sa vëllezër motra? Kishte Hasanin, Zalon, Dulen, ishin 4, Hasani, Dulen. Vlezër? Po. Dalipi kishte 4. Dalipi kishte Xhelalin, kishte Hasanin, kishte Dulen, cilin ja ka marrë emrin unë, edhe Zalon. Po, do të thënë, këta ishin 4 vlezër? Kishte edhe 4 vajza. Dhe 4 vajza, 8 fëmijë. Dalipi. Tani, Xhelal Bej Koprenska, rrim këtu tani. Ishte më i arsimuari, ishte më i njohuri? Çfarë ndodhi me Xhelalin? Xhelal u arsimua ku? U arsimua në Turqi, në Robert College. Në Robert College. Po, dhe mori gradën ushtarake. Mbaroi shkollën ushtarake në Stamboll. Po. Shkollën amerikane ushtarake në Stamboll. Dhe u diplomua atje. Dhe u diplomua. Ku emërua? U emërua oficer në ushtërinë turke, oficer i lartë në ushtërinë turke. Po, dhe ku punoi? Me qendër në Janin. Çfarë grade kishte? Po, general, me sa di unë e kishte. General? Po. Okej, dhe ai punonte në Janin? Në Janin. Tani, ç'a ndodhi që ai u afrua me shpalljen e pavarësisë? Ai... E njihte Ismail Qemalin? Në atë kohë, nuk e di, po më vonë pastaj kanë rënë kontakt. Sepse ai e afroi shumë. Në atë kohë, me ndimin e tij dhe me urdhën e tij, Hasan dhe Dule Koprenska hapën shkollat e para shqipe. Para shpalljes pavarësisë. Para shpalljes pavarësisë. Do të thënë, ata janë 1905, 1906. Ata kanë hapur shkolla shqipe në zonën e Skaparit. Po, në Çorovot, Koprensk dhe i kanë hapur familja këta vllazëria, domethënë themi. Edhe në atë... Në Korçë? Jo në Korçë, në Koprensk, në... Jo, e kisha fjallën në Korçë në zonën ngjitur me Skraparin. Në Çorovot, Koprensk edhe aty në... Gostënsk? Në Gostënsk. Po, në Gostënsk. 3 shkollat e para shqipe. Dhe kush i hapi këto? Këto i hapi... Xhelali? Me urdhrin e Xhelalit, me iniciativën e Xhelalit, i hapi Hasani me Dulen. Vlezër? Po, vlezër. Vlezër e Xhelalit. Se kishin dhe i vlla tjetër, Zalon, i cili u vëra. Po, tani, çfarë ndodhi, si u afrua Xhelal Bej Koprenska me pavarësinë? Dhe ai ishte një nga 83 delegatët? Po, sigurisht. Atë, tamam, nuk e di, po sigurisht situata e pruri, sepse ai abandonoi atë pozitën që kishte dhe që punonte në Janin dhe erdhi u shkëput nga ushtria turke? Po, u shkëput nga ushtria turke. Dhe u bë pjesë e shpalljes pavarësisë? E shpalljes pavarësisë u bë
Se kur ka ardhur eksaktërisht, unë nuk i di. Ai shkoi direkt në Vlorë. Sigurisht. Shkoi në Vlorë. Dhe ati u shpall parasia, hodhi dhe firmën e rëndë dhe ka dokumente për këtë edhe madje edhe kujtimet. Fjala vjen të Ajredim Bej Cakrani që thotë që para me firmon si Xhelal Bej Skrapari madje. Po. Mbasi u shpall parasia, ai u zgjodh një nga 18 senatorët. Po. Se Xhelal Bej Koprenska, për gjithë ata që nuk e din, u zgjodh në kuvendin e Vlorës edhe senator. 18 senatorë ishte ata. Një nga këta 18 ishte edhe Xhelal Bej Koprenska. Nuk i dha post ministri, po i dha post zëvendës ministri i luftës. Mehmet Pashdralla ishte ministër. Dhe zëvendës ministri i luftës ishte Xhelal Bej Koprenska. Se si dha post ministri? Po, ku të dim ne si e kishin punë ata. S'kishte moment. Atëherë. Dhe çfarë detyre i dha? Atëherë, qysha ditë, deri ditën që dha jetën, kishte përgjegjës për mbrojtjen e kufirit kundrejt andarëve grek të Shqipërisë juglindore, përsa i përket gjithë pjesës me Greqinë. Ai poziciononte trupat, kujdeseshe që ata mos të ndërhynin dhe të thyerin kufirin, edhe për të ndërhyrë në Shqipëri dhe për të kryer krimet e tyre të zakonshme, të cilët ishin. Si organizoi këtë Xhelal Bej Koprenska? Si ka organizuar, unë nuk kam në ide. Se ka kryer luftime? Po, sigurisht. Ai bërë barrierë, ai sa ka pasur mundësia, se duhet të themi edhe për kushtet e kohës. Deri ditën që vdiq ishte përgjegjës për atë punë. Tashi, gjatë kësaj kohe, ai ka marrë iniciativa se kanë dhënë urdhë, se kanë dashur me hyrë në Skrapar në këto zonat. Edhe janë telegramet e një masi 5 dhjetori 1912, 6 dhjetori 1912, 13, 14 dhjetor janë telegramet dhe të cilët e udhëzonin dhe ishte lidhja midis Ismail Bej Qemalit dhe Xhelal Bej Koprensës për të organizuar, për të mbledhur trupa, për të rivendosur, për mos me i lënë ata që të hynë andarët grek në Skrapar dhe sigurisht mos me i lënë që me dëmtu zonat shqiptare. Do më thënë, me njëherë këto janë të verifikuara në arshivat e shtetit në përmjet telegrameve direkte ndërmjet Xhelal Bej Koprensës dhe Ismail Bej Qemalit, të cilët këto i kam lezuar me sa kam pas mundësi. Në këtë kohë, andarët grek sulmuan dhe Skraparin. Në këtë ta mlodhen një disa tentuan të marrë mbledhni 1500 veta, sigurisht në përmjet ndërhyrjes Xhelal Bejut dhe Hasan Kompresës dhe këtyre, dhe kanë bërë luftimet ashpra në ato zona. Edhe në përfundimisht ta andarët grek hynë në Koprensë e morën, por luftimet vazhduan dhe pasanaj ata me sa diun, ata kanë arrit të largojnë dhe mos krijojnë dëme të mëtepërshme. Përsa e përket në Koprensë, në atë ditë që kanë ndërhyrë, janë vrarë 2 shqiptarë nga familja Dosi, emrat e cilëve unë nuk... Familja Dosti? Po, 2 vetë janë vrarë. 2 vetë? Po. Nga grek? Në shqiptarë, nga të Koprensës. Po pse? U vranë përse patën luftimin Koprensë, se e morën njerë për njerë Koprenskën. Se kuptova, do thënë, grekët e pushtuan Koprenskën? Po, e morën. Dhe e vranë grekët këta? Po, jo, u vranë në ana palës tonë shqiptare, u vranë 2 vetë nga familja Dosi. Kush i vranë? Po, ata grekët se ishin luftë me grekët. Grekët po, këtë thash. Okej, deri këtu, do kemi ndërprerje publicitare dhe kthehemi sërish, sepse kjo Shkodrani, ti je në Skrapari, flasë shkodranisht. Se Shkodran se flas unë? Jo, është sleng Shkodran, ti duke Shkodran 100 karat. Publicitet. Janë Skrapari. Një falenderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra, në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte.
Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transferin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Moneygram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Moneygram Invest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit edhe një herë Moneygram Invest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Unë gjithnjë jam me Abdyl Koprënckën, djali i djalit të Xhelal Bey Koprënckës, pra nipi i Xhelal Bey Koprënckës, një nga 40 filmtarët e pavarësisë atë 28 nëntor të vitit 1912. Zoti Koprënckë, unë po e prish rrjedhën e kësaj sepse ti po flet shkodranisht. Domethënë përpara un kam një skrapali. Dhe jo skrapali të lehtë, po nipin e atij ka hedhur firmën më të rëndësishme në historinë e skraparit, pra një nga 40 filmtarët e pavarësisht dhe më vjen aq bukur, aq mirë, kënaqe kur e shikoj atje në Muzeun e Vlorës, atje e kanë vënë në dysheme firmën e Xhelal Bey Koprënckës, dhe ti flet shkodranisht tani. Po e prish këtë rrjedhë se po më habit si mund të flit, se ti mund të flisje si skrapali kështu. Unë edhe mund të ndroj gjë. Jo, pse flet me sleng shkodran? Po sepse unë qysh 12 vjeç shkova në Shkodër dhe jetova, po, kam jetu 35 vjet. Po pse vajte në Shkodër? Pse, përse u persekutova, qysh 3 vjeç. Do t'i kthehemi edhe një herë. Po kështu ditë flasë si në skrapari? Skrapari nosha jo, po korçarçe edhe flas. Po jo korçarçe, ç'a korçarçe? Ti je skrapali. Pa ti, po se. Do vemi në Gostënsko. Patjetër, patjetër. Me vërteto? Po do ta ulemi e ta puthim ato ashtu sikur e putha para disa ditëve. Ja, do të pyes për atë. Tani, ai pati kontribut edhe mbas shpalljes pavarësisë, se kur zgjon senatori ishte me vot unanime, është dokumentuar kjo, asnjë vot kundër për Xhelal Koprënckën. Pati kontribut, madje ai mori pjesë edhe në kongresin e Durrësit dhe u zgjodh edhe delegat në kongresin e Lushnjës. Por 44 vjeç ishte e 3 muaj e 3 ditë. Më 21 tetor 1919 Xhelal Bey Koprënckë u ekzekutua, u vra në qafën e martës në një prit. Ç'a ndodhi? Po, me sa di unë, ky ishte në krye të 35 burrave, sepse u dha lajmi që me ikjen e francezëve nga Korça, kufiri Korça dhe kufiri grek midis Greqisë dhe Shqipërisë u rrezikua. Dhe u thirr Xhelal Beu dhe që të vinte në mbrojtje të këtyre me trupat e tij. Me trupat e tij dhe ishte në krye të 1500 vetëve. 1500 vetë, i kishte të mobilizuar. Të mobilizuar. Të armatosur. Skrapali, po. Gjithë skrapali? Po. 1500? 1500 vetë. Dhe ka qenë pak. Po. Ky tash ndodheshte me një grup 30 vetësh. Dhe në Dëllinj ose te ajo qafe martirit. Qafe martës. Po, që unë isha para 3-4 ditësh. Po. Aty ky me një të shtën të vetme e qëllon edhe e vret gjyshin tim Xhelal Beun dhe këta e morën pasaj e qunte dhe fshati të Motrës. Ky iku. Shkoj në Selanik. Ky u strehun Greqi. U strehun në Selanik. Syria Guri. Po ç'a lidhje kishte me... Unë nuk e di të kemi në lidhje me të, por kur kanë qenë xhaxha im ose xhaxhesha ime që është Tezja Mamas, ata më thanë që këta kanë marrë hakun. Dhe më morën hakun dhe në 1922 ikën nga Kopresa dhe kemi shku në Bullgares, aty ku kemi edhe tokat sot. Një sekund, do më thënë, si e morën hakun, se kuptova këtë? Morën hakun gjyshit, ja mori xhaxha im, Sami Kopresa. Sami Kopresa, e ka arrestuar, e ka kapur atë, çfarë? Jo. Morën hakun. Unë di që janë pajtuar si gjaq. Jo. Nuk janë pajtuar? Jo, nuk janë pajtuar. Shumë kanë thënë që morëm hakun dhe ikëm. Tash fjalët... Mbas kësaj ngjarje, ai u varros, trupi i tij u varros në Gostënsk.
Jo në Kopransk, po në Gostansk. Kishte të motrën atje dhe kishte lidhje shpirtënore me të motrën. Se kam kuptuar asnjëherë. Po. Ai ishte lindur, ai ishte Kopranska dhe nuk e varrosën në... Po, e quan të motra, kishte motrën, kishin këta, baba jem, axhat e mi kishin... Tani, arsye vrasjes, për çfarë ishte? Një arsye ta thonë dhe me kësi kur kanë pas kë gjyshim i ka vra dajen, ati ka fut njërsi me vra dajen. Por unë të kam bërë dhe një koment dhe them që gjyshi im me sa kam të dini unë, nuk ka qenë një kriminel që me shku me vra njërës. Por a ishte në luft me Esat Pash Toptanin, ishte në luft me Grekët, dhe strehimi këti prej Shqipnia dhe shkoj gjeti strehim në Greqi, kjo t'jep të kuptojmë se Greku në atë kohë i lufton të patriotet shqiptarë. Ka mundësi që Grekët ta kenë vendosur dhe ta kenë vrarë, ose Esat Pasha, sepse gjatë vitin 1918 dhe në fillimit e vitit 1919, Xhelar Beu bëri një kundërshtim për shkumin e Esat Pashës në Konferencën e Paqes. Po, në Paris, dhe mblodhi burrat e Skarpari dhe bën një peticion. Kundër Esat Pashës? Kundër për 100 vjet. Atëherë kjo është arsye. Dhe Sami Koprenska, po në Skarpar, po në vitet i biri, Xhaxhaimi dhe i biri Xhelar Beu Koprensës, organizoi një... Sa vjeç ishte Samiu në atë kohë? Samiu mund të ishe... Ishte shumiri? Jo, ishte 1898, 20 vjet ishe. Se Samiu mori pjesë në luftën e Vlorës, në 1920. Po, edhe, do më thënë, i urdhëruar nga Jati, a i bëri një proklamat, bëri një dubim shumë të madhë, prej mira në Çorovot, në kundërshtim me Esat Pashën. Këto fakte dhe mbrojtja dhe insistimi i gjyshit tim dhe lufta që bëri kundër antarëve grek, masi ishin greke ose dhe Esat Pasha. Këta akuzohet mrapa për dy gjëra. E para që ai do më thënë kishte se më shkoj me iku nga mendja tash. E ti jeton në Amerikë dhe në i fjallë mund të harrosh. Po jo, e kisha në mendje. Okej, e ka përzem. Në këto momente, dhe në bazë vrasjes së tij, ju thatë që jemi larguar komplet, u larguan gjithë familja? Po, 1922. Pse? Po, për hirë se duket edhe morën hakun edhe vendosën të largohet dhe vendosën Bullgaret. Se kuptoj këtë që morën hakun, si e morën hakun? Po, me sa di unë, Syria Guri nuk u kthye. A i nuk u kësë? Jo, edhe ata pasaj kishin rrethu shpinë e ti, me sa kam dëgjuar unë, edhe nuk e di direkt prej xhaxhait tim, po prej njerëzve, edhe dojgjën shpinë me gjithë që kishte mënë, me babën, nanë, ja dojgjën, edhe me që u futën si në armici, vendosën u këthynë. Ikën nga Skarpari? Në 1922. Dhe ku vendosën? Në Bullgares të Korçës. Aty kam edhe tokat dhe unë sot. Sa larg janë nga Koprenska në Bullgares? Se di, po... Ne bëm gati 2 ore sa me dalë aty me shku në shtylla. Jo, do të them kur... Pastaj... Ale unë jetë sot një 3 orë... Deri në 1944, përfundim të luftës dytë botërore, si trajtoi figura e Xhelal Bey Koprenskës? Nuk e kam në ide për atë, po di që Xhaxhaima Sami Koprenska mori pjesë në luftën e Vlorës, ishte deputet i Fanolit, ishte me Fanolin, ishte Fanolis kundra me Zogut? Kundra me Zogut, ka qenë perfekt në Pogrades 1926. Do thënë Sami Koprenska, djali i Xhelal Bey Koprenskës, dhe vllai i Ali Koprenskës, dhe xhaxhai i Abdyl Koprenskës që kam këtu. Dhe ikën, po në Bullgares sa qëndruan? Po qëndruan gjithë jetë deri në 24 dhe jetonin dhe në Korçë. Po pastaj si ikën të Shkodër? Po, Xhaxhai u internua dhe nga Ahmet Zogu në vend të Otene, u internua... Itali? Po, edhe nga italianë. Kur erdhin pastaj,
Ata jetonin në Korçë, në një shtëpi, unë kam qenë fëmijë i vogël dhe shkonja sa herë, se ne, masi iku baba im edhe ne në Korçë vajtëm të tezja ime. Nga Tirana vajtëm të Korçë? Po, në Korçë, sepse ne në nxorën jashtë dhe ne i morën Tani, të qëndrëm pak këtu, Xhelal Bej Koprënca, sa fëmijë kishte? 4. Katër djemë dhe 2 vajza. Dhe 2 vajza. Një nga ta ishte dhe baba juaj. Familja pasaj, si e vazhdoi jetën? Ta ishin bashkë, ishin atje në Bullgares, pasaj unë danë. Baba im iku jashtë që studioj në Bologna. Po? Pa ju kthye pasaj? Po, kam pas xhaxha në Syria Koprënca që më vonë jetoj në Tiranë. Një xhaxha marrem Koprënca ju vra gjatë një aksidentin në ure Këlqyrës, kurse baba im vajti në Itali, studioj në Bologna. Luftën e 2 botërore, kë mbështetën Koprënca, familja juaj Koprënca? Luftën e 2 botërore, baba im ka qenë me bazën kombëtar, po mas 24-ës. Pas ka qenë me anën e gabuar? Po, për mu s'ka ke nënë gabuar. Po pse me kë ka qenë? Po pse me këtë ishe. Komunistët luftuan? Po komunistët luftuan me ballisa, se nuk luftuan me Gjerman dhe Mata. Britanikët kështu thonë? Që Britanikët ndihmuan komunizmin për të ardhur në fuqi, ndihmuan Kjo është teoria juaj. Komunistët ndihmuan Titon për të ardhur në fuqi dhe ndihmuan edhe komunistat shqiptar, që i furnizuan me Napoleon. Si thoni ju në Amerikë so complicated kjo çështje. Nuk është complicated, po është shumë e qartë. Tani komunistat luftuan me ballisat bashkë. Kjo ishte fatkeqësia. Pati familja juaj një personazh të spikatur gjatë luftës së botërore? Në rezistencë, për rezistencë flasë. Xhaxha im Syria Koprënca ka qenë me partizanët në Sadiun. Me partizanët? Po. Dhe njeri me partizanët? Po. Tjetri me ballistët? Po. Kjo ishe Shqipëria. Me Sadiun. Po? Kurse xhaxha im Samiu, jo, nuk u përzije. Por, në 45-ën bëri një memorandum kundër Partisë Komuniste. Kush? Xhaxha im Samiu. Sami Koprënca, po? I jati Xhelalit dhe atë pasaj... Djali Xhelalit? I jati i biri Xhelalit... Jo, mos e ngatrojmë atë, mos e se i zë makina njëzë për në gjë. Do djali Xhelal Bej Koprëncës. Djali Xhelal Bej Koprëncës, i madhi, i lindur i 1898. Dhe çfarë bëri ai? Bëri një memorandum kundërit Partisë Komuniste dhe ata e dënuan me varje. Me varje? Po ç'a ndodhi? Po e lanë me 15 vjet burg. Burg i bëri? I bëri në Borel. I bëri. Po ju pasaj sikët të Shkodër? Po, unë ishim të ndarë, se ne jetonim në Tiranë. Ju jetonin në Tiranë? Po, po si ikët pasaj në Shkodër? Po ne ikëm, ne në nxorën jashtë, me 6 shtator 26-ës, në rrugën e Fortuzit, që jetonim, erdhen partizan, morën plashkat, por baba im ka pas Luan Qafsezin, djalë Hallet, i cili hyri garant për të ikur baba im në Itali, se mori raport si sëmur, dhe iku me aeroplanin e fundit. A i në lajmëroj me telefon ne që ikni se po vinë partizanët me ju marë, dhe ne shkum në Korçë, të tezja ime, të e ama Angel Hysen Begasit, që e takova pak për para, dhe aty jetuam një vjetë. Mirë po... Ju cilës ditëlindje jeni vitin? Unë kam lindur në Romë me 16 mars 1924. 24? 23, 16 mars 1924. Një vit pra se të përfundon dhe lufta? Po, një vjet, kur kam ba një vjet e kam ba në rrugë Fortuzit. Rrugë Fortuzit? Po, e kam bërë një vjet. Po dhe nga Korça pasaj? Nga Korça u detyruam pasaj, vajtëm në Durrës, se ikëm se komunizmi ishte shumë i rrezikshëm e nuk mund të qëndronim atje, vajtëm në Durrës dhe mama ime u martua pasaj dhe i shoqi saj ishte shkodran. Si u martua mama juaj? U rimartu me... E pse u divorcua? Po, u divorcua me baben. E u divorcua me babajnë, me Aliu? Po. U divorcua? Po, dhe u martu me Met Krajen, i cili është... Me kë? Met Kraja, po është my stepfather, si ti thu, Njerku. Njerku, stepfather, po. Edhe prej aty pasaj në nxorën dhe prej Pallatit Shiakut në 1955. Po divorci lidhe me aspekte politika, apo ishin çështje personale? Mama ime? Po? Po iku marë baba ime, la... Ku iku baba ime?
Baba im iku me aeroplanin e fundit shkojnë në Rom. Iku në Itali? Po, aty kishim edhe shpinë. Si qikën gjithë ata... Po, jo, ai iku ndryshe se baba im... Se iku në shpinë e vetë? No, baba im se nuk ta thashtë. Po? Se haro, baba im dha një kontribut për lëvizjen nacional shqiptare. Pa, e po se mund të pyeta? Po, pyete, po mund... Po, po ju bejlerët keni të zë makina me këto lidhjet e familjes tuaj, po? Edhe... Ai zori shpëtoi shumë partizan nga Gjermanë. Qa pozitë kishte? Se futeshe brenda kishe Po jo, qa pozitë kishte? Ishte doktor, ishte mjek. Duke qenë si doktor? Po, ishte mjek. Edhe i jepte raportat. Aliko Prënska? Po, edhe i nxirrte jashtë. E ke edhe te libri Gjelard Staraveskës, që e ka shkruar. Tani më kujtohet. Tani, baba juaj e braktisi familjen, po themi, e rëndësh kjo fjalë, po e braktisi dhe ikun në Rom? Ikun në Rom sepse po ta shpjegoj. Sa fëmijë? Sa ishit ju? Vetëm mua më la. Vetëm ty. Po ti je me... Po ta shpjegoj arsyen. Po? Kur hyn partizanët, masi shpëtoi shumë prej tyre. Po? Edhe qa bën ta e morën dhe e futën në burg. Aliu? Po, e futën në Borel edhe ka kënë një qeli me nipin Abbas Kupin, me Hamit Kupin, për një muaj. Pas andaj në zorën jashtë. Atëherë i matë nëroj mëndin dhe vendosi që të kthehet përsëri në Itali, edhe aty kishim dhe shpinë, dhe mama ime kishte pajën e vetë, dhe apartamentin e tane kishin tyne. E mama në la, që kishim mama jo të ty? Jo, e kishim në Italinë, nëse erdhëm në Shqipëri sa për të kalu. Po ngellet këtu, ju ngellet këtu? Po, unë me maman. Ngellet këtu, në Durrës? Në Tiranë, rrugën e Fortunës. Tani, babaja ti Ali krijoi familje të re atje? Jo. Nuk krijoi familje? Derisa ndroi jetë? Derisa ndroi jetë. Kur kanë ndruar jetë? Në New York, Nassau County, në Woodbury Road. Okej. Ju, ti dhe mamaja pasaj, çfarë ndodhi? Shkuat në Shkodër? Apo u martua? U martuan Durrës. Me Met Kraja? Me Met Kraja, po. Çfarë ishte Met Kraja? Met Kraja ishte punonte në import-eksport magazinier në atë kohë. Po? Mirë po, i vllai ti u arratis Hysen Kraja, iku shkoj në Jugoslavi dhe ata hoqën në puna. Tani Met Kraja është pjesë e familjes madhe Kraja të njohur në Shkodër? Po, ata janë dy, po familje madhe, tregtarë shka qenë të spronsuar. Dhe nga aty ju shkuat në Shkodër? Prej aty, masi në nxorën jashtë, pas një robë, pas një gjë, erdhëm këtu në Tiranë, nuk gjetëm Derman edhe shkum Shkodër. Edhe ajo... Po pse Shkodër? Po pse vetë... Mama ishe nga Shkodër? Pse, jo mama ime ishte... Burri, më falë, burri, ishte prej Shkodër. Dhe sa fëmijë bën të tjerë? Kishin dy djemë të tjerë. Njëri vdiq 5 vjeç e gjys, e tjetër është gjallë edhe është në Arizona sot. Sa vjeç është ai? Ai 17 i bëni para një muajit e gjys. Do sa ju? Unë bëra 82 para 2 muajsh. Shekullovsh. Faleminderit, bashkë me ju. Dhe vajtja ju e në Shkodër, pasaj kru rritët, ku shu të gojë për e të parë? Vajtja ime në Shkodër, me të thënë drejten, edhe ja kam thënë shumë ku jo vetëm juve, është njësoj sigur kam shku prej Ameriket prej Shqipënijet në Amerikë. Wow! Sepse unë për Amerikën kam anëru qysh në bark nas, edhe kam qenë fëmijë vogël, e shkosha në porto me mujtë me hypë në janije me ikë. Qysh moshën 6 vjeqe, 7 vjeqe. Po se dosha papër shumë. A duhet t'i kete babaj? Të mungon dhe babaj? Pa tjetër. E dhimshme, shumë e dhimshme. Je rritur pa dëshurinë e babajt. Të kuptoj. Dhe si ishte pasaj jeta në Shkodër, ishte më lehtë se sa po t'ishtë skarpar? Krejsisht, ishte pa mujtur. Skarparin e kam andru të një dhe po kam pas frikë me shku. Sepse, po me gjithë se qdo skarpari që kam taku jam da me dur në qafë, ata më kanë njoftur, unë si kam njoftë, por ata s'm janë da kur. Kudo që i kam pa, në për plazhe, në për rrugë, në për gjykata. Do të pyes për skarparin, po tani, ju kishit një lidhje tjetër, sepse xhaxhai juaj, Sami Koprenska, kishte një djalë me emrin Xhelal Koprenska, që kishte ngjallur, si i themi ne nga skarpari, për ndër të emrit të Xhelal Beut. Tani, ai ishte një figurë që mund të quhet një nga simbolet e rezistencës ndaj komunizmit.
Ashtu është, e vërtet është. Ju kishit lidhje me Xhelalin kam pas shumë lidhje. Kontakt? Po, sepse edhe ata u vendosën në Shkodër. Edhe ata po pse u vendosën në U Shkodër? vendosën në Shkodër për arsye se vajza xhaxha im Sami Koprenska u vendos prap masi ikëm ne, u vendos prap te tezja ime Rasika Isenbegasi, sepse xhaxhesha ime është edhe tezja mamas. Dhe kur them unë të zë makina me këto të ju bejlerve, këto historitë të bejlerve. Do më thanë, ata u strehuan te xhaxhesha ime, u strehu te mbesa ime te Rasika Isenbega, që është ama e. Çfarë i thoshte xhaxha juaj Sami Koprenska, nënës tuaj, si quhet nëna? Muvehide. Muvehide, çfarë i thoshte për Aliun që iku dhe ju la? Ai nuk, ai përfundoi në Burg dhe pastaj mrapa ata nuk kanë komunikuar sepse xhaxha imi ishte i revoltuar për martesën e nanës time, por po është ja thotë. Nuk ishte burgesh. Jo vetëm ajo, por ne nuk kishim asnjë mbështetje, nuk kishim ku. Po pra, do bënte jetën saj pra, kur them jetën për ty. Maman time e kam turke me origjinë dhe gjinin e kishte në Janin. Se mama jote është turke? Po, se gjyshen e kam delvinjote nga kokatet e delvinës. Jemi pak nga të rumë. Tani, jo mëzuri makina, po tani, po më dhe barku tani, po më barku me dhe drejtën. Edhe s'kishte gjiniku me... Tani më trego pak se do të rikthemi dhe njerë figurës së Xhelal Koprenskës i riu. Po. Ti e ke njohur personalisht? Personalisht, kam jetu me te. Qunit xhaxhait? Qunit xhaxhait edhe qunit tezës nëns. E po, trim, ha? Po. Trim ishte nga Skrapari? Po. Pikërisht për atë arsye dhe i rritur në veri. Dhe i rritur në Shkodër? Po. Qishte ai Xhelal që patë përdimi dhe shkruante letër Enver Hoxhës se ti thoshe ti je armik? Po, ai ishte shumë impulsiv, ishte shumë i zgjuar. Ka qenë Skrapali 24 karat. Po, edhe herën e parë ishte shumë popullor, kur e njoh unë, se unë kam një diferencë prej 11 vjeç prej tij, sa ishte i datlindjes im. Ai ishte inxhinier? Jo, punonte mjesht të ujnash. Kishte mbaruar gjimnazin në atë kohë, kur kemi shkuar në Shkodër. Po, ata kanë shkuar në Shkodër para se. Po dhe xhaxha im kishte edhe një vajzë, Lili Koprenska, e cila pastaj vajti në Shkodër, ishte smur vajti në Shkodër, në sanatorium Shkodër, dhe aty u martua me të vllane e njerkut tim. Morë po të njëjtë familje. Këtu mund që peni fare këtu, po te Xhelali më thoi disa fjalë se do të vë dhe një fotografi aty shumë interesante. Dhe Xhelali pse ishte antikomunist? Po, ishte antikomunist sepse sigurisht që në ai përfundoi në Fier, mamani ja futën në Burg, xhaxheshën time e futën në Burg, Nurfeza Koprenskën, dhe nga torturat i thyen dhe dhëmet një kapteri kishte rënë me shkel. Jo, Nurfezas. Temës? Nanës ti. Po, temës. Edhe ajo ishte në Burg, edhe xhaxhai në Burg, edhe ai përfundoi në Fier, kurse kushurira ime pa Lilia përfundoi ishte në sanatoriumin e Korçës. Dhe mbasi kaloi periudhë. Visar Gjiti më ka thënë. Po. Sa vajta në Spaç, gjën e parë që më treguan historinë e një patrioti tim, se dhe ai ka një histori të trisht nga Koprenska, Xhelal Koprenska. I thanë, Xhelal Koprenska, në emër të popullit je arrestuar. Në emër të armiqve të popullit tha po më arrestoni. Po, ashtu është e vërtet. Ka kënë dhe një memçe, i ka për fjalë arit, atë e dënun 10 vjetë. Po faktikisht... Qatrimi? Po dhe kur e kanë pushkatuar, nuk kanë një gjumë me ju lidhë sytë, edhe kjo është, unë e di me emra se kujtë, për nuk duhet ta them tu, tha, posh komunizmi rrëf Shqipnia, në momentin para ekzekutit. Para se të ekzekutit. Okej, tani kemi këto fotot që ta koncentrojme dhe njerë. Lutëm regjia, fotot, një nga një, foto e parë duhet jetë po. Kjo është Xhelal Beu. Kinga qënë, që qa mustajë, që. Po kështu si gjus turk në gjanë, se kështu ishte atërë. Po ishte, po edhe shkollën Turqie. Shkollën Turqie në Stamboll, ati ishte rritur, karrierë ishte bërë në ushtrinë turke, me gjithë atë kështu i pashëm. Kur dëgjove për të parë për gjyshin tënë që kështë firmosur pavarësinë? Vonë shumë, nuk e kam ditë, kur kam bërë biografi që kam bërë shkollë, nuk e kam vu. Në cili vit, ma thuaj, në cili vit mësove që gjyshi jytë kështë firmosur proklamatën pavarësisë? Me thënë drejten, mas i ka marrë në Amerikë. Qa thua më? Po. Pas 1990 ti ke marrëveshje Xhelal Bej Koprenska, gjyshi jytë ka firmos pavarësinë? Po, më shef, nuk më kanë thënë. S'ta ka thënë askush? Ja.
Edhe unë biografinë që kam bërë, që në për shkollë, se kam kënë një institut, kam marru matematik, fizik, një inxhenieri kam kënë, se kam Ti ke marru inxhinieri këtu? Inxhenieri në Shkodër, kam bërë 3 vjetë, më kanë përjashtuar. Instituti. Pse? Po për punë të biografisë. Vetëm për biografi? Po. Se mos ka bërë një çap këllëk aty? Ja, absolutisht. Jam rujt unë ashtu, Je rujtur, jam rujt se unë do kisha hyrë në burg ma përpara. Po King më pëlqen shumë, më pëlqen portreti këtij. Foto tjetër. Ja, do të çojmë sepse për gjithë ata dhe do ta tregoj. Ja, kjo këtu. Ja, kjo është. Xhelal Kopranska. Ajo s'është firma, ajo është vetë tim. Faleminderit. Të hedhësh firmën në një të tillë dhe të lësh amanet një adhe, një shtet, nuk ka akt më të lartë për një njeri. Kaq e ka bërë ai, e ka lënë gjurmën e vet. Ismail Qemali aty poshtë, jo Ismail Qemali, më fal. Ismail Qemali është me gërma më të prit, domethënë ja, Ismail Qemali shqiptari aty lart, majtas lart atje. Majtas ja, në të majt atje, dhe Xhelal Kopranska po. Fotoja tjetër? Tani ja zoom këtu me këtë foto. Tani ti more vesh ai që hedhur firmën apo pe këtë dhe pastaj pe atë? Ja, më thanë njerëzit. Si të thanë? Më thanë njerëzit që gjyshi jot ka kënë atë proklamate. Po njëva i farë krenarie të... Një fare, jam unë krenar, unë them të bërtas jam krenar që Xhelal Kopranska ka firmon së rëtit, një farë, qa fare mo? Po si të erdi kështu që e këshin zhdukur nga historia? Po me erdi keq, erdhe ndjeva, kemi qëndruar të hequr, kemi qëndruar të shtypur. Për çdo ditë shifim nga mrapa, mos na vinë sigurimit, shpesh na kanë dhënë agjentat e sigurimit. Mua dhe Xhelalin, veç edhe Xhelalin veç, edhe më kanë kërkuar edhe letër mjaftimi në rrugën, tu kanë djalë 16 vjeç, 17 vjeç, 18 vjeç. Tani, pse e kanë bërë Xhelalit këtë? Po, unë mendoj pëse dhe këtë desha, ta them ky ka pasur disa toka, të cilat i ka trashëguar nga jati Talib Bey Kopranskës, a i kishe një pjesë të Skarparit, kishe edhe në Berat ka pjesë, unë i kam ato, janë të gjitha ato trashëgimit që ka pa... Po kishe toka pa pasaj, Bey ishte, do kishte toka pa pasaj? Po, lufta e klasave nuk e ka pëlqyer, gjithmonë ta Beler t'i kanë urryer, por, po ta kapish faktikisht, ta Beler, ky ka marru në Turqi, ka pas një farë shkolle, ka pas një farë kulture, një bujk me pluk, nuk mund të mendoj se si ta shpëtoj Shqipnin. Këta që kanë pas lapsin dorë, që kanë pas shkollën dorë, që kanë pas pasunin, cilën e kanë vu për arsimimin e shqiptarve, edhe për të mirën e shqiptarë, ta kanë mundësi, ta kanë investuar. E donte Shqiprin kur nuk ishe Shqipëri, zoti Kopranska. Xhelal Bey Kopranska e donte Shqiprin kur nuk ishe fare Shqipëria. Ai ishte akti më madhor i një njeriu. Ju tha që kishit pronën skrapar, ore se mos do me marrë skraparin tjerë. Ja, marrë. Se ka në njeri thot na erdhi ky nga Amerika do me marrë skraparin. Asim nëra se kam ata mënim, mënej unë s'jam vetëm, janë edhe stërnipat e ti, janë... Okej, se kjo ishe për shaka. Foto tjetër? Tani kjo është vrasja. Tani ja i aty që i ka zënë pusi, kjo është skice, unë duhet ta përshëndes. Gjeq Diko, piktori i njohur Gjeq Diko, që ka bërë një skic mbështetur mbi rrëfime, se sigurisht ajo nuk ka saktësi 100%, por pak a shumë Xhelal Beu në krye të një grupimi të armatorëve 30 vetash. 30 veta në qafën e Martës. Dhe ai në pabesi e ka qelluar me një tek plum. Me një tek plum. Ska qenë si sniperist. Po kjo është e vetmja pamje, imazh i vrasjes së Xhelal Bey Kopranskës më 21 tetor 1919. Dhe ai ishte zgjedhur dhe delegati i Kongresit Lushës. Për Skarparit. Dhe nuk shkoi dot. Nuk arriti. Po është në liber, aty e ke delegati i Skarparit, Xhelal Bey Kopranska. Xhelal Kopranska është dekoruar mbas vdekjes me urdhrin flamuri kombëtar për aktin e shpalljes pavarësisë nga presidenti Bamir Topi 100 vjetorin.
Duhet përshëndetur edhe zonja Josefina Topalli që ka bërë një pritje. Po, i ka dhënë kushërirës time të parë, Liliko Prenskës. I ka dhënë medaljen. Po pse se mori ti? Unë kam qenë në Amerikë, edhe m'ka lajmëru njeri fare dhe s'kam ditë gjë. Po ti mas të vjetën se more veshët gjyshit që firmos... Kur s'më thonë njeri që ku të di unë. Foto tjetër. Kjo është guri, po. Tani, ky është guri monumental që është vënë në vendin ku është vrarë Xhelal Bej Koprënska në qafën e Martës. Këtu është ose ajo proni dëllinjës disha kështu. Po, ajo është Dora Heraldës. Po, Dora Heralda. Se Heralda Bazën do të... Edhe emri i saj është aty po, Heralda Bazë. Ka dhe të tjerë, Gjergjë... Jo, Gjergjë s'ka gjë emrin vetë. Heralda Baza, 10 korrik, 2023. Heralda një Edi Durham shqiptare. Do dhe qëfëse Edi Durham erdi nga Anglia dhe shëtistën për Shqipëri, Heralda një shqiptare, një skrapalesht, 24 karat, udhëton në çdo cep të Shqipërisë, vishet me ato kostumet dhe mua më habit. Po bravo e madhe për Heraldën që ka bërë këtë. Ajo dha një kontribut shumë të madhe, e falenderoj shumë. E kam falenderuar dhe ta kam treguar dhe atë falenderimi. Tani, ky shkëm, ky cop shkëm, kush marr? Këtë e ka përpunuar një skraparli edhe e kanë vendosur. Heralda unë se majmë men ka emrin. Da frasë Heralda në studio. E ka emrin, kanë qenë 4 vetë. Dhe është marrë nga një shkëm aty afër? Ka marrë është një punojës guri në skrapar që punon të gurë. Se kjo është shumë e madhe, është masiv i madhe. Me skavator, shumë me vinç. Foto tjetër? Këtu është vendi. Po. Ajo e i shtegu që e kanë qëlluar. Po. Xhelal Koprënska. Ati në qafën e Martës. Këtu është fix. Po, foto tjetër? Ja, edhe një pamje tjetër e vendit, ku kalon atje. Në faktikisht kena kalon një si pyll, po kjo mund të jetë vite përpara. Jo, kjo vite përpara është, po atje pyllon, se që do ketë atje. Atje ka qenë një shteg për të kaluar në zonën e Korçës. Po, ashtu ishte, shteg, kaq ishte. Po gjelbërimi është kështu. Po, palere ishte një manhi. Kishe vajtë asnjë, tani do të pyes. Foto tjetër? Tani prit këtu. Ti kishe qenë njërë në Koprënskë? Jo, hera pa. Asnjëherë, kur vajte? Me 27 majtë 2025, për herë parë. Do të thënë 80 sa vjeç? 2 vjeç. 82 vjeç vajte për herë parë në Koprënskë? Në Koprënskë nuk arritëm, po shkuam s'ka parë. Po Koprënskë se ajo zona aty, Dhe vajte te vendi ku është vrarë gjyshyt. Po, me 29 maj 2025, që kombinon direkt me ditën e ekzekutimit të Xhelal Koprënskës, me 29 maj të 1979. Ti, Skrapali, 24 karat, i rritur në Shkodër, vajte në Skraparçan, ndjeve në një gjë? Pa tjetër që si s'njeve, po gjithmonë kam andru për Skraparin, po kam pasur frikë të shkoj. Dhe e kam djerë vetën krenar që jam Skrapali. Frikë nga Skrapali? Po si. Pse? Po dërë 90-ën kishin frikë në... 90? Po dërë 90-ën. Të shkrini komunistë? Po pastaj ika në Amerikë. Edhe nuk erdha dërë 2008-ën. Pastaj... Nuk erdhe dërë 2008-ën? Po i herë hodha tregur, thash nuk vi ma, thash këtu. Nuk vi ma? E urreve vëndin tënë? Jo, nuk e urreva. Kur e dhgure ke pas urrërë të këni? Ja, urrë, se kam urrë. Ani gjyshit ka firmosë pavarësirore, kuptot që në ka lënë? Pada kam pasur kaq një ecuri, kaq të keqe, por shqyqyr që kemi jetuar në Shkodër. Për shqyqyr që kemi jetuar në Shkodër. Përse po të jetuar në Skrapar? Ja, po a do t'isha gjallë sot, nuk do t'isha gjallë. Edhe ke? Ja. Ma ja, se Skrapalin sot. Asi nuk ka vuajtur në Skrapar nga këta të likur politikë. Kushe ti, nëse, po komunismi ka qenë shumë i theksuar. Kishim frikë të vinim, me të thënde, nuk kam shku në Korçë. Në 2008 kam shku në Korçë, kam marrë prej aeroportit e kam shku në Korçë. Kishim frikë? Po tani ke frikë? Ja, të shi, jo. Po Gradec kam shku për çdo vjet, e në Korçë nuk kam shku. Tani, kishe bërë në i veprim në një gjë kur më rritën Skrapar për e pse, vajte për e parë. Po ju fala Perëndis dhe i falenderova që më dha mundësinë të vinë Skrapar dhe rash në gjunjë dhe putha të tokë të bekuar ku të partemi luftuan dhe dhanë kokën e tyre për lirinë e Skraparit dhe të gjithë Shqipërisë dhe për një Shqipëri të madhe. Më emocionove me këtë, do të ti shkove në Skrapar, 82 vjeç, ule në gjunjë, puthe tokën dhe ju lutë Perëndis të bekonte atë popull dhe atë vend.
Patjetër. Shumë Dhe jetoj gjithmonë me Shqipërinë edhe me Skarparin kudo që t'jem. Dhe pse jam në Amerikë, jam penduar për atë veprim që kam bërë që do iki s'do kthehem. Je penduar për atë, që odha ata gurët. Po. Edhe pasaj ka pas rase kam ardhur dhe nga dy herë në vit, por Që të bën emigracioni. me qëndroj me shoh qëndroj jetë mbeta 3 vjet pa ardhur. Jetë bashkëshortja juaj. Po. Para 2 vjet bën tash edhe ja 2 muaj. Faleminderit. Tani në gur shkruhet këtu më se kuptoj, 21 tetor 1919, u vra pa besim, ka dhe orën atje. Se ka rënë ajo, kam bërë një insiziv, jo, s'është ue, është një insiziv që kanë bu me një të plakën, a e duket nga të si ka shkri dhe ka raja. U vra pa besisht në kryet të detyrës. Po, në kryet të detyrës është. Firmtari i pavarësisë së Shqipërisë, Xhelal Bej Koprënska. Me mirënjohje Eralda Baze. Eralda, 10 korrik 2023. Ka një mirënjohje Eralda për atë që është bërë, domethënë për gurin e madh aty masivin në Shkëmbor, po edhe një mirënjohje për Eraldën. Unë potha atë gur dhe e kam larë me lot, por ata aisho po. E ke Bashkim Musa Belliu në gëzim. Musa Belliu ka qenë prezent në atë moment. Edhe lava me lot atë gur. Para me 29 maj 2025. Në 20... Si të pritën atje? Jo, shumë mirë. Skarpalin, si të pritën? Po, më pritën jashtëzakonisht mirë. Hamet i knaqër. Edhe me dollirë. Po, më përqafuan, më dhanë, pysin, kush është... Po ti ishe nipi i Beut, nuk të thanë njeri që nga ka pirë gjakun Beut? Ja, jam takuar me kryetarin e bashkisë, më ka pritur në njërë të jashtëzakonishme. Një mrekullueshëm. Po, më ka pritur... Të ka pritur? Po, si. Bravo, atletik vetë. Bravo, Tiko. Dhe... Ka në një këshu për të vënë emrin një institucioni, një shtatore, një diçka, ka në një misë, se Eralda është iniciatore këse. Fola me zotin kryetarin e bashkisë, e cilën e falenderoj për interesimin, me gjithë se ta kanë bërë një 4 kërkesa për të nxjerrë nga... Tani për gjithë ata që nuk e din, Xhelal Bej Koprënska nuk ka varë, ose më saktë nuk dihet. Mendohet që në një grup varësh në Gostënsk, aty mendohet që janë dhe eshtrat e tij, por nuk dihet se kush janë. Tani, Eralda më tha që duhet bërë analiza ADN-s, marrë inde nga kockat, nga mbetet atje, por edhe nga ju që jeni pasardhësi. Patjetër, e kam pranuar, po kjo varet nga kryetari i bashkisë. Këta kanë bërë një avokatin që unë se mbaj mend, ka bërë 4 kërkesa dhe më tha që janë bërë 4 kërkesa. Fatkeqësisht, unë bisedova, fatkeqësisht, domethënë në moment nuk e përcaktova për nxjerrjen e eshtrave me kryetarin e bashkisë, po momentalisht e kisha mendjen te monumenti, e kisha mendjen te vendi ngjarjes. Duket edhe s'kam... Jo, tani, të lutem... Nuk e përcaktova herë që do bëhet me eshtrat e këtij njeriu. Nderuar, kjo nuk është gjë lokale. Unë them që këtu do ta bëj qeveria, jo bashkia. Bashkia nuk i ka fuqit. Po, kujti drejtori... Ja, moj, bëjmë thirrje këtu qeverisë. Po, mja. Kryeministrit Rama, ministrisë, cila ministri mund ta ashtu këtu? Ministria e Mbrojtjes ose Ministria e Kulturës? Këto dy, unë se di. Që ekziston mundësia që eshtrat e një prej firmtarëve të pavarësisë me një analizë ADN me zotrin që është nipi i tij dhe në një grup varresh atje, të gjenden dhe të varroset siç i takon me nder. Dhe këtë gjë, unë bëj një thirrje nga ky emision, duke patur prezencë edhe nipin e Xhelal Bej Koprënska, që kjo të realizohet, sepse është madhështore dhe zoti Rama për tilla gjëra serioz. Ti mund mos jesh fare me Ramën, po për këtë, se a i ka sjellë esha, eshtat e Qerbej Vlorës, a i solli. Mitat Frashit, a i solli. Po. Zoti Rama, bë edhe këtë, se Xhelal Beu ka hedhur një firmë të rëndë. Jo vetëm që ka hedhë firmë, po dhe ka luftuar mrapa për ato. Sigurisht, po, firma ishte, thash, vetë tim. Po, foto tjetër? Tani, unë këtë foto, dija që është vetëm a i në mes, Xhelal Koprënska i riu. Nipi Xhelal Beut. Nipi Xhelal, po. Unë nuk e dija që ai në cep atij ishe ti. Po, unë. Paske ken Kingmer në Shkodranët. Po, Shkodranëse. Ndërsa në Skrapar do thoshin
Po ti që nga Alamet Burri o Avdyl. Hajde pino një godraki. Pa tjetër. Kështu do thoshin Skrapalin. Tani, më trego pak, këtu jeni në Tiranë. Në Tiranë. Ja, ministrit. Po. Ministrit, po? Ky është Gzim Qela. Kush? I dyti? Ky mos me jetë. Po, i dyti. Duke qeshur. Po, që ky ka qenë në përburgje, heroi i burgjeve, ka qenë pjesë edhe në revoltën e Spaqit, po shpëtoi gjallë. Edhe ka vdekur para një i vjetit, një 90 e sa vjet. Gjelali? Po, Gjelali, ky është shoku jem më i ngushtë, do të thush, Aqif Plaku, djali Hajro Plakut dhe nipi i Rexha Plakut, qose i ke dëgjuar. Po, tani, Gjelal Koprënska, kishte një probleme i ndorë? Po, kishte me problemin ka pasur me lengjita poliomelit. Ku ishe fëmi? Po, kur ishte fëmi dhe Tezja, pasaj ka quar një vend të shenjtë që e shpëtoi se ka qenë duke mbaruar dhe nuk e ka pas të muskulin e kraut majta vetëm me kraun e djallë, po e kishte kaq të fuqishëm, sa e merr të karrigen edhe e ngrinte. Tër fuqia kështu, kishte edhe nuk kishte përëndin që me athy dorë. Unë jo, po me shumë vetë. Tani, kishe për ndërë që ishte nga Skrapari, po i vinde qikë? Pa tjetër. E thoshtë, jam nga Skrapari, a? Pa tjetër. E thoshtë, a? Pa tjetër ishe shumë i vendosë dhe shumë parimor. Por e ti nuk ishe frikë që në gjajaj, por nuk ishe frikë marin të fusin dhe ty në burg që rrje me dhe? Jo, s'kisha frikë. Na kanë ndjekur. Na kanë ndjekur policia. Kur e ke pasur momentin më të vështirë të ndër? Unë atëherë kam qenë vetëm, sepse me Gjelalin i kur ishe dhe më ndryshe, edhe unë shpesh e pysnja. Unë mendonja për disha që edhe mund të arrestohesh nga momenti, por nuk donja të flisesh, se në shtëpitë tona vetëm kundër komunizmit flite. Edhe unë qysh 3-4 vjeç që kam futur komunizmin kundër në dejt e mi, sepse mama ime lutesh e thoshe, ja Allah marë komunizm, mos bësh hajër kur. Ishte turqish mamaja? Jo, fliste greqishën e di. Po ishe turke? Po turke, po ka lindur e rritur në Greqi, ka bërë shkollën në Greqi. Do të ishe një antikomunist i thekur? Po, qysh... Ure si abe me Skrapalinë, se Skrapalinë, kishin antikomunistën? Po, pikërisht, unë kam në i largë, edhe qysh 6 vjeç sa dhe jam rritur me zërin e Amerikës, edhe me radion e Londrës, edhe më vonë të Vatikanit. Cili ishe Skrapaliu që ke dashur në jetën tënde? Ka pasur një Skrapali që ke dashur? Në i figurë? Po. Për zonë, nuk e di... Nuk di shtë. Nëzirë Skrapari, plot figurat tani mësë. Po, ka pas, po nuk kam qenë aqë konfident me ato. S'kam qenë konfident. Gjelar Straveska? Po, më ka pëlqyer se kritikon babën tem shumë në një vend, ma kujtove, kam lexuar se baba im ishte altruist edhe ndihmonte komunistat partizanët. Dhe i thoshe pse i ndihmoj? Po, edhe i ka thënë. Dhe ka bërë gabim babi jot? Po, ashtu thoshte. Jo, ti mendoj që ka bërë gabim? Ai nuk ka bërë gabim, se unë... Sigurisht s'ka bërë gabim tani, ata njerëz Jo, gabim s'ka bërë ai, se unë të njëjtën gjë bëj sot me shqiptarët. Se unë vetëm me shqiptarët merrem. Duke dikush na ka mallku se të merresh me shqiptarët, do të thonë me vrap veten, se shqiptarët janë Allahu na ruajt nga njerë. Po unë me shqiptarët merrem. Jo, të merresh me shqiptarët nuk është. Unë lash zyrën se më thirrën me qenë përkthyes pranë shtetit të administratës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si përkthyes, ku më bën një intervistë me dhanë përgjigje mas i vjetit e gjys, dhe pranova të rri me shqiptarët dhe për këtë punë hapa zyrën dhe e kam me emrin Skrapari Travel. Skrapari Travel, a? Po, kështu e kam. Në New York e kam. New York? Unë në qela gjë? Në Ridgewood, New York. E ke shkojtë të Skrapari Travel? Po, Skrapari, po nuk e kam biznes kartën. Ti s'kishe qenë asnjë Skrapar? Bajte 82 vjeç. Jo, s'kam qenë. Ua, sa bukur. Jo, do ta gjej unë këtu dhe do ta fus në telefon. Sa bukur, sa bukur. Se e kam biznes kartën diku të futur këtu dhe ta çoj. Tani atje në Amerikë u murresh amerikanëve që gjyshim ka qenë filmtari? Jo. Farë, po pse? Se kam zakon më mor. Në Skrapalin, murrim një qik. Po më burem, unë se... Që ke shkodranizuar. A thua? Me vërtej jam shkodranizuar. Pa. Po do tjetër, ne murrim një qik në Skrapalin. Jam i jugut, për jam rritë në veri dhe unë si Gjelali. Tani, ma shpjego pak të. Kjo është një plakë e cila këtu ndodhen dhe kanë hyrë Tezja e mamas time dhe xhaxhai im. Në të njëjtin varr janë aty, Eshtrët, ë? Tezja vdiq në 1988 në prill
Dhe Xhaxhai ishte në Tani ti marrim me radhë, lart, Samiu. Samiu. Xhaxhai yt. Po, Samiu u varos në mje në porresat e vjetra të Shkodrës në Dobraç. Dhe i bëm bashkë. Edhe i bëm me tezën. Nur Freza kush është? Nur Freza e shoqja ose tezja mamas. Doktor Aliu është babaju. Babai im që e ka marrë dikush, e ka qenë në kadrije i përgjegjësi vorreve, e mori aty atë. E kishte eshtrat, e gjeti eshtrat, e? Jo, babai im e ka varri në New York. Në New York. Po, mori atë, e morin fotografi, mori atë dhe e vendosëm këtu. Ai mori thjesht për se dhe Xhelali nuk e ka. Dhe Xhelali s'ka varë. Pra, s'ka varë. Do me thënë, Xhelal Koprënska, Bej Koprënska firmtari nuk dihet varri. Po, atje në Gostancë. Po jo, po nuk dihet. Ja, nuk dihet. Dhe Xhelal Koprënska Nipi nuk e dihet, se i ka qenë Gereca ai prokurori, e kam aty të shkruar, megjithëse Lilia ka shku disa herë ka takuar, ai nuk ka pranuar që të jepet vendi ku është varrosur, ku është vendosur, dhe ka qenë bashkë me Fadil Komanin dhe Vangel Lezhën. Të tre janë në një vend. Dhe ky Fadil Komani është daja e atij ose Kunati Dilaver Poçit ose Sadik Poçit, që ka nip nduhet. Edhe ata nuk janë interesuar për të nxjerrur eshtrat e këtyre martirëve të demokracisë ose të Shqipnisë. Këtu mos është Çorovoda. Jo mos është, po është Çorovoda. Po. Për herë të parë. Pëlqeu? Po, pa tjetër. Pëlqeu? Pëlqeu. Jo, të pëlqeu qyteti. Qyteti vogël, po i mbledhur. Jo, i mbledhur bukur. Pëlqeu? Njerëzit si ishin? Po të mirë ishin, kam hangëri dreke në ngret dolli me ta. Pive dolli si Skrapalia? Po mundova. Po nuk tha në i Skrapali, ti që nga Shkodran prej Skrapari? Ja. Se Shkodran prej Puke kisha gjorë, po Shkodran prej Skrapari ti me thënë drejtën? Nuk më thanë, ja. Nuk të thanë, ja. Po ti që nga përpjekur atëre të mos flisje shumë si Shkodran. Po nuk duhet kem folur, se edhe nga herë dhe ndroj. Ndronë, Po, edhe ndroj. Si është Skrapari për ty? Për mua ishte një vend i mrekullueshëm, ishte një natyrë, një ajër, edhe e admirova shumë me orë të tëra, qëndrova me shokun tim Bashkim Musabelliu në Nishic, ai kishte bërë një vilë shumë të bukur, dhe përpara kishim një pamje të jashtëzakonshme, dhe në fund ishte mali i Gramozit me pakëre diku rrugës më tregoi dhe baba Te Tomori? Po. Te Tomori edhe i Gramozit? Tomorin për aty nuk shifre, po ma tregoi gjatë rrugës se ku është Tomori ose baba Tomori, dhe hallat e mia shpesh thirrshin për baba Tomor bashkë. Thoshin hallat? I mbën mend? Po, si më mend. Për Abazali. Për Abazali. S'ke qenë një Tomor? Jo, në Tomor sa. Shkoj Jershilliku, ka në një krajinë kaq të fortë Jershilliku sa Skrapari? Nuk e di ç'të them, por ishte me të vërtetë diçka. Unë kam qenë mësues në Lek Bibaj. Dhe ande ishte kam qenë ja 2000 metra lart në Salç të Lek Bibës. Dhe atje ishte një mrekulli, ishte një. Po kanionet i pat? Kanionet e Usumit i pat? Kanionet? Jo. Nuk i pat? Jo, si pat. Coloradot janë kot për para këtyre? Po. Ke bërë gabim? Do të shkosh? Po, unë edhe pak kohë kisha, edhe nuk e kishim programuar dhe nuk e dinja, unë e digjova kanionet e... Kanionet, digjova. Por nuk pata kohë... Në Colorado ka i qenë? Në Colorado jo, por në kanionet e... Kanionet e Coloradës? Jo të Colorado, të Arizonës. Të Arizonës, ja ato të Colorado. Këto janë gati, është 26 km kanion, nuk kanë bot, ka gjatë. Të fillojnë aty, në hyrje të qytetit dhe do thënë janë pa fund. I kam parë, i pash dikur në fotografia të në një nga ato klubet që i hyra. A ke njoj dhe lidhje me Skrapalinj, me Mjemi Koprënska, që mund tjetë të tutë, që si e bërë? Ka kështu të kanë dhënë njëje? Jo, nuk kam. Nuk e, se ta jam familje e zgjerë, po pra ka shumë Koprënska. Ata Sejt Koprënska kanë qenë në Elbasan, po ne jetuam në Shkodër, plus ishim dhe të persekutuar, sepse edhe Xhaxhai dhe këta përfunduan Shkodër gjithë, dhe Xhelali dhe këta gjithë përfunduan Shkodër, po dhe lidhje me ta s'kishim. Por kam ta të njoftur që i kam ta afër Kurshri, por nuk janë këtu, janë në Tiranë si Selam Koprënska, Flora Koprënska. Selami, po. Selamin, ata e kena Kushri. E keni Kushri, po, ka njëni, po.
edhe e Florën motrën e tij, me ata jam lidh shpesh herë. Je lidhur? Po, edhe kam folur me ta shpesh herë. Edhe me të shoqin me Ismet Bilalin, të shoqin e Florës ka qenë. Tani, si është jeta juaj në Amerikë? Më trego pak se 34 vjet më, pas ka edhe sa gur pas, po pastaj i gjeta do gurët i ktheve. I futa prapë në xhep. I futa në xhep, e burga. Do të rifau gurët dhe pastaj i mori dhe. Po, vendlindja është graviteti. Patjetër. Si është jeta juaj në Amerikë? Jeta ime në Amerikë, unë falenderoj Zotin e Madh që na dha mundësi me shku në atë vend bekum. Je besimtar? Disi. Ku beson? Në cilën Po, si musliman, se këtë sektin Bektashi dhe muslimanizmi, ne nuk e aplikum masi u ndalu nga qeveria. Kjo është Koprenska? Po. Është Koprenska? Unë e kisha parasysh në ryshe, po nuk mundë me shku der aty, se më tha nuk shkoni dot, po. Se është një qikë vështire, tani ma kaluar nga regje, kjo është Koprenska. Do të thënë është një pjesë, vënd malor. Po, dhe si është jeta në Amerikë? Jeta në Amerikë nuk është e kollajt, duhet e para punës që ose e në gjendje që të mësosh dhe t'i futesh mi, e ke rrugën e qilur, njeri nuk të pengon, njeri nuk të shtëngon, me vërtej jemi një tokë të huaj, po kemi mundësi mund shvillu edhe me esë për para, më tepër se sa në vendin tonë. Sepse në vendin tonë ne shqiptarët na sulmojmë njëri tjetrin me bryla, në selam njëri tjetrin me përpara. Atje s'të pengon njeri. Atje mund të hapish biznesin sot e mund ta mbyllish nesër. Unë kam një biznes prej 30 e sa vjetësh. Kjo Skarpari Travel? Skarpari Travel. Dhe nuk kam pas, kanë ardhur, më kanë kontrollu nga shteti dhe më kanë dhënë dorën dhe më kanë përqafuar. Me gjithë fjalë të këqija që kanë folë shqiptarët kundër ne, të cilët unë i kam ndihmuar. Dhe shqiptarët sa shkelin në Amerikë merren me mua dhe unë mundoj me ju nxjerr ato. Pse punon akoma në këtë moshë, 82 vjeç? Po, 3 punë kam. Sa ore? 3 punë. Ose kaq pak. Si 82 vjeç 3 punë? 3 punë. Çfarë punë bën më? Punë mazdite unë punoj në zyrë, ose jam në për intervista në migracion, ose në për intervistat e social siguritive, ose zyrat e publik asistencës, ose në zyrën time dhe në 3 gjys, në ora 4 i qerek jam Manhattan, ku shkoj për para, që parkoj makinën, dhe në 5 filloj punën dhe bëj pastrimet e zyrave. Dhe aty kam 31 vjetë. Po. Do të thënë, ti ke një agjensi Skarpari Travel. Që është në emrin tim. Që është një pronar, pastaj vete në një vend tjetër vete pastron. Po, vete pastron. Je i punësuar. Edhe për ironit fatit, aty baba im kishte New York Life Insurance, aty baba im kishte një $500,000 në atë kohë, që ishte i siguruar, dhe unë atje sot pastroj zyrat e asaj kompani. Qa thua? Po. Po këto dy punë, po e treta? E treta, unë jam roje deret në një pallat tjetër, edhe punoj të shtunën prej orës 8 mjesit dhe në 12 natës, dhe të dielën prej 8 mjesit dhe në 12 natës. Aty kam 28 vjet i bëra me 17 maj, kurse në New York Life Company me 5 korik të këtij viti bëj 31 vjet. Do të thënë 82 vjeç punon 3 punë, i fortë im. Si duket Shqipëria kur vjen? Shqipëria më duket e kam si ndër dhe kur vinë Shqipëri ndjej një kënaqësi të veçantë. Dhe kur vi pra në New Yorku, megjithëse është gjithaj rrugë, nuk ndjej as pak lodhje dhe kam një kënaqësi të veçantë edhe ndjej vetë lehtë. Vjen për vit? Po, për vit kam ardhur nga 2008. Nga 2008 pra, se ishin gurët pra? Sa hoqe gurët? Sa i fute gurët në gjep? Sa i fute në gjep. Pastaj kam ardhur nga 2 herë në vjet. Edhe kur shkoj me mërzi. Edhe lodhem, edhe jam i smur për 2 javë s'jam të rezi. Qëtë pëlqen në Shqipëri? Gjithë shka më pëlqen, dyqanet, njerëzit. Tirana të pëlqen? Po si më pëlqen. Shkodra, sidomos me ambientin e saj. Shkodra? Ka ndryshuar shumë Shkodra? Ka ndryshuar, po do me thënë, prapë se prapë, ka mbetur shumë bushur me ato veturat e me ato rrugët e ngushta. Jo, rrim mirë këtu te Tirana njërë. Se ti ke jetuar në Tiranë. Po, pa marrë vinja shpesh edhe... Ky zhvillim që ka marrë Tirana, si e shikon me këto gradat qela, me këto kullat?
Po, në një drejtim mirë, gjë e mirë është rëndësi ka që imitojnë perëndimin. Kjo ka rëndësi. Edhe nuk shohin nga lindja. Kjo ka rëndësi. Edhe kjo Po çfarë shikojmë nga lindja? Po çfarë shikojmë kinezë dhe rusët? Po ku i dihet se nga herë të me ne shqiptarës po na merret mend. Jo, nderuar. E di cila është ironia? Kur disa që bëjnë si nostalgjik për komunizmin, nostalgjik të theksuar, vinë si emigrant në Amerikë. Dhe thonë, lumë si ne atëri që ishim me rusët dhe me kinezët, por emigracion e bëjnë Amerika, më shkon përjetuar në Amerikë. Kjo është ironia. Dhe një gjithë duhet ta dini juve, ta dini gjë. Sa vinë, sidomos në shtetin e New Yorkut, sa vinë shqiptarët, po i qenjë se është një grua në moshë, e merë djali, i lidhet një ardhur prej $400 në muaj, kur ata dhe paguajnë djali ose vajza paguajnë qera, ose po qenë bore grua $521, plus dhe mbrojtja shëndetësore. Okej, si duke shqiptarët, jetojnë më mirë? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Shima janë t'i guatë. Po se ankohen për ditë, mo? Po ne e kena zakon mua në ku duke dhe jena mësu ashtu. Do këj popull që s'kishe buk të andë, thuaj? Këj popull që edhe ankohet dhe nuk janë të knaqër. Nuk janë të knaqër. Si duket kryeministri Edi Rama? Për shumë mëzure në gush. Unë me thënë drejta... Po tani këtu je në emision këtu, nuk je atje të jo, s'ka pari travel. Unë, përsa i përket, kam një eksperiencë 35 vjeçare në Amerikë dhe kam kaluar disa presidenta. Me gjithse për para kam pas edhe e kam ndjekur gjithë llojet qysh me Eisenhowerin e me tjeri kam ndjekur. Ki i djath? Unë i djath në temen. I djath? Po. Ska ndryshu në njërë? Po. Po? Mirë po, unë në eksperiencen time edhe i kam admiruar gjithë presidentat e Amerikës, përveç këtë që është sot. Përveç Trumpit? Ja. Po pse? Nuk e do Trumpit? Nuk e votove? Nuk e aprovoj. Votove Kamala Harris? Votove Kamala Harris? Po. Atë votove? Po. Ore, po, për Shqipërinë votove se për herë të parë mund të votoni? Jo, nuk arrita të votoj, po... Me thënë drejtën unë, Sali Berisha nuk më pëlqen as pak se me fjalimet që i ka baji dhe me ata që i ka përru për Amerikë, janë duket diçka skifo dhe diçka pa vlerë. A i lasivita? Po. Kris lasivita? Për mos pa vlerë. A i ka këta futën nga tronë dhe me Manafortin. Manaforti ishte a i që i ka ndjekur në 2016, a i u burgos, sepse ishte doli i korruptuar. Po pse nëzori Trumpi, se Trumpi këta në gjerë gjithë njerëzit që i kanë mbrojt. Kjo arriti me ba 6 janarin e 2020, që ishe një shkelje kushtetutës amerikane. Kushtetuta amerikane është si me qenë Biblia ose Kurani i Amerikë. Do të je kundër Berishës? Pse? Sigurisht që do t'jem, sepse... Ti e një djath e kam fjallë? Nuk e kam për të djath, po të nisën në parimet e lirisë, demokracisë, të cilat unë imsova gjatë ty në 35 vjetë, një njëri, në qofë se do vëndin e vetë, duhet t'jetoj 4 deri në 8. Pasaj duhet largohet dhe duhet t'ja lej vendin dikuj tjetër. Se keni dhe t'njëtën moshë, zoti Kopranski? Po, nuk është punat e mosha, është puna sepse kam 31 vjeta, 35 sa bajnë në Amerikë dhe shoh një ndryshim total përsa i përket sistemit të zgjedhjeve ose sistemit të... Një njeri nuk duhet të qëndroj, sepse në krye, se ne u dogjëm me një njeri që nejti 37 vjetë, 34, 20, 50 vjetë sa ishte, 27 vjetës. Jo, Enveri mori 24, e mori 24 dhe vetë di në 85, 20 vjetë. Kishim po të njëtë njeri, nuk mund të qëndroj njeri, babalartë e Amerikës, babalartë e Ko për Edi Rama? Edi Rama për mua e ka të tepruar që rinë më tepër se 8 vjetë. E zjedh populli, thot a i, më zjedh populli, s'kam që bëjon. Shiko. Nuk ma mërë mëne se zgjedhet janë krejësisht ashtu si çdo populli, si këtu edhe në Amerikë. Se dhe Trump e erdhi si vjetë, por me sa lexoj gazetat, e me sa shoh, që e marrë Wall Street Journal për ditë, diçka luhet, dikush e ka një peshë mrapa për ta vendosur. Për mu, Trump e ka ardhur i vendosur, edhe është planifikuar për para nga oligarkia madhe. Dhe Trumpi nuk e mbron shtresën e mesme, cilën unë jam, dhe për shtresën e ultme, cilën unë luftoj. Tani flasim për këtë këtu. Po. Rama? Po. Po Rama ka
të tepruar, 4-8 vjet, mrapa duhet t'ja lej dikuj tjetër. Të pëlqen Rama me ndërkombëtara se ka bërë disa gjëra që si kanë bërë tjerët. Po mirë ma është puna ti unë. Ja, punë e ti është, dhe tjerët e kanë pas punë ty, po varet se si e bën punën, ë? Po me ndërkombëtar. No, mund për gjendë që kanë ardha ata të gjithë Evropa, se Evropa sa pas kundër. Po pra kështu thashë, ore, ku jemi mësuar ne që një summit të vinë gjithë krerët e Evropës, të vinë Tiranë. Si thot Gjergj Fisha, thot, Evropa e dive si e qunë se s'kan qa kryt për ne kur Evropa. Në këtë rast... Ajo kaja e montit e ke fjellë. Po, kështu që Rama ma se ka bërë një punë më pozitive që i ka prua ata, po edhe gjithmonë... Ka në një politikan që t'je vlerëson, shqiptar? A di që me thënë drejtë ka qenë i vlonjatja i sheja që ka kënë Bolzane, ja kam një gjuhë këto. A Gron Sheja, ka një që ka qenë Bolzane, mo im ka pëlqy në këta. Me thënë drejtë, unë e të mund të kisha vëtu. Po i lirë me të? Skarpali unë të? Absolutisht. Nuk e vëton? Ja. Ajo është Skarpali, edhe mund tjetë Skarpali, por me qa fliset e qa shifet, edhe e ka me zëllumit të shifet. 4 vjet, 8 vjet, gjithmonë nuk mund të ri. Po në qo se rinë ta njerës, gjithmonë Shqipëria do mbetet peng. Pse e do Amerika Shqipërinë? Pse e ka dashur, misak? Se tani sikur e ka umër pak interesin. Po e ka umër se vetë në shef ne që jemi pak si ato gurët e si Zhavori që lëviz si e merr ujë, lartë e poshtë. Po në base e ka umër dhe këto zgjedhje qëndruan plotësisht diferent, se vetë ne jemi pak, e di si jemi ne për mendimin tim. I herë ishim me Jugoslavt, u përqafuam, i lam, kapëm Moskën, u lam, i dham Shqirmi, merë Kinën, merë njeni, merë tjetin. Ne nuk shkojmë gjatë, edhe unë e kam pasur këtë frikë. Që në fillim, kur u lidhe me Amerikën, thosha me vete, thash, rujna zëtë se edhe me Amerikën mund të prishën e mos përfondojmë dorën e Slavit, jemi 1600 vjet në luft me ta. Okej, jemi në fund dhe për ta mbyllur unë do të bëj një mbyllje të veçantë. Po lexoj një pasazh nga kujtimet e Hajredin Bejt Sakranit, firmtar i Aktit të Pavarësisë. Zoti Luiq Gurakuqi e shkruajti deklaratën dhe filluam ta firmosim. Nuk harruam që ato rrallë t'i shkruanim osmanisht, se të parë që duhet ta merrni vesh ishte simboli që si jemi më tokë e kishim lënë shënden. Edhe mua më erdhi radha të firmosja. Habitesha herë si gjithë ta njerëz që në të shumtën i njëjaj që kur s'ma e mend e kishim kuvenduar pa edhe luftuar kaq herë, na pru sahatit tok prap. Ismail Beu po dhe Luiq Gurakuqin e kishim njohur dhe pritur në sarajet tona. Xhelal Bej Skrapar po. Domethënë e përmend që po e firmën Hajredin Bejt Sakrani në kujtimet e tij për Xhelal Bej Skraparin. Një homazh, ky emision ishte një homazh për një nga 40 firmtarët e Aktit të Pavarësisë, pra Xhelal Bej Koprënska nga Skrapari, dhe unë kisha kënaqësinë dhe privilegjin të kisha në studio nipin e tij, djalin e djalit, Abdyl Bej Koprënska. Zoti Koprënska, të falenderoj dhe t'jam mirënjohës për këtë intervistë me të vërtet veçantë dhe që do mbetet si një referencë edhe për ata që duan të shkruajnë historinë me rrëfimet që ju keni treguar. Në qoftë se më lejoni edhe një minutë, unë ju falenderoj shumë dhe kam pas një simpati qysh se kam parë që ju para disa vjetë keni shkruar për gjyshin tim dhe për më tepër Eralda Bazën, e cila i ka dhënë shkëndi kësaj punë për me ngrit figurën Xhelal Bej Koprënsës. Nërmjet të tjera do të themi, unë ndjej vetën sot edhe në Shqipëri dhe i persekutuar sepse më është rëmbyer shtëpia nga disa bandit, të cilët ata me proklamata falso, po edhe dje kam pasur gjyqin, me rrenat edhe me atë gjykata e rrethit Shkodrës nuk më jep asnjë të drejtë për të marrë pronën. Ai jeton pa drita, me drita të vjedhura, ai jeton pa ujë, me ujë të vjedhur, sepse unë ja kam mbyllur, sepse kontrata është në emrin tim, edhe të vllaut tim, dhe ata me paturësinë e madhe nxjerrin dokumenta falso dhe gjykata i dënon dhe nuk i merr, i kontrollon dhe kur nuk i jep urdhër për të nxjerr këta bandita që më kanë garbitur shtëpinë, plashkat edhe më kanë hedhur prej dhe kam gjithë kujtimet e babait tim.
në atë shtëpi dhe më janë zhdukur. Dhe sot, mas 35 vjetë e ndjej veten persekutuar në këtë vend i cili nuk më jep drejtën. Nuk pa pretendoj për tokat që janë marrë. Unë i kam në emrin tem, nuk do me mi dhanë mos finapin, por shtëpia më takon, shtëpia është e imi. Dhe banditi jeton edhe e gëzon shtëpinë, unë kam letat e ka shtëpinë, edhe tallet, me gjyqje false. Duke më akuzuar. Për të vujtur kam vujtur shumë, por shqyqyr kam shpëtu nga burgu dhe nga internimi, dhe këteja kushtoj Shkodrës dhe veriu Shqipnis, i cili më kam mbrojtur nga persekutimi komunist. Me gjithë të unë disi jam persekutuar. Po pra, më vika shumë keq për këtë, po shpresoj që të zgjidhet në favor të ati që i takon që në këtë rast... Përsa i përket gjykatës Shkodrës, unë i kam shurë dhe letër kryeministrit, e kam vënë në duke... Po e kam vënë që a i dënon njerëzit i fut për punë drejta që i fut burg. A i vjedh dritat edhe nuk i thot njeri gjë. A i vjedh ujën si thot njeri gjë. Kryeministri duhet t'japi një drejtim kësaj punë. Jo të ekzistoj një padrejtësi e tillë. Zoti Koprënska, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Edhe unë gjithashtu. Të nderuar teleshikues, ndoqët një intervistë me zotin Adyl Koprënska, nipi frymtarit pavarësisë Xhelal Bey Koprënska. Nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.